Unë do të ndryshoj jetën tënde tani me ligjin e tërheqjes, si të manifestosh çdo gjë që dëshiron lehtësisht. A do të dëshiroje të manifestosh më shumë para, dashuri, një marrëdhënie, një person specifik, shëndet më të mirë? Dhe a do të dëshiroje ta bëje këtë pa vështirësi? A do të dëshiroje ta bëje këtë lehtë? Mund ta bësh këtë duke përdorur ligjin e vibrimit. Sot do t'ju tregoj si të manifestoni çdo gjë duke përdorur ligjin e tërheqjes dhe duke përdorur ligjin e vibrimit. Dhe disa teknika specifike që janë të lehta për t'u bërë, të cilat do t'ju bëjnë të manifestoni saktësisht atë që dëshironi, shpejt dhe pa shumë përpjekje. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Mimoza Thaçi, mentorja juaj e mrekullive dhe zhvillimit personal. Dhe sot do të fluturojmë lart si shqiponja të mëdha dhe të bukura. Gjithmonë ne fluturojmë në drejtimin e ëndrave dhe qëllimeve tona. E di, nuk jemi shumë larg solcistit të verës. Kjo është një ditë e veçantë për të manifestuar dëshirat tuaja më të thella. Çdo gjë mund të ndodhë në solcistin e verës dhe zakonisht ndodh. Do të manifestoj për ju për ndoshta 5 orë së bashku me manifestues tjerë të cilat janë në skuadrën time. Do të mblidhemi në Zoom, do të punojmë me ju dhe qëllimet tuaja, dëshirat tuaja për t'ju dhënë çdo gjë që dëshironi 100% për sa kohë që nuk dëmton askënd dhe për sa kohë që është e ligjshme. Pra vizitoni iampower.al. I gjithë informacioni është aty. I keni të gjitha detajet. Vendet janë të kufizuara, prandaj merrni vendin tuaj tani. iampower.al. Çdo gjë në univers vibron në një frekuencë të caktuar, duke përfshirë mendimet dhe emocionet tuaja. Vibrimi juaj përcaktohet nga gjendja juaj emocionale mbizotruese. Mos harroni, mirënjohja dhe dashuria janë të barabarta me vibrim të lartë. Frika dhe dyshimi janë të barabarta me vibrim të ulët. Ligji i tërheqjes ndërtohet mbi këtë. Ju tërhiqni në jetën tuaj jo vetëm gjërat që dëshironi, por edhe ato me të cilat jeni në përputhje vibracionale, vibracionin me të cilin jeni në përputhje. Pra ata që fluturojnë lart, shtrirja është sekret dhe shumë guru të ligjit të tërheqjes nuk e mbulojnë mjaftueshëm këtë nocionin e shtrirjes. Por nëse nuk jeni në përputhje, është mjaft e vështirë të tërhiqni atë që dëshironi. Duhet ta bëheni një përputhje vibruese për atë që dëshironi. Një nga mënyrat për ta futur veten në përputhje ose të pyesni veten si do të ndihesha mirë në këtë moment nëse do ta kisha tashmë atë që dëshiroja. Si do të ndihesha unë? E shikon, duke u përqendruar te ndjesia të pasurit tashmë atë që dëshiron, automatikisht fillon të zhvendosesh në harmoni. Nuk po përqendrohesh më te ajo që nuk ke, por te ajo që ke tani. Dëshiron më shumë bollëk, apo atëherë fillon të ndjehesh më i bollshëm. Dëshiron më shumë dashuri, fillo të ndjesh dashuri. Fillo të ndash dashuri, mirënjohje, shëndet, dridhje, gjithçka është aty për ty kur e pranon dhe e bën tënde. Hapi tjetër është heqja dorë nga bindjet kufizuese. Dëgjoj, do të kesh të vështirë të manifestosh atë që dëshiron, kur në mënyrë të pavetdijshme nuk beson se është e mundur, ose në mënyrë të pavetdijshme nuk beson se je i denj për ta. Cilat janë disa bindje të fshehura që mund të kesh? Nuk jam mjaftueshëm e mirë, parat janë të vështira për të fituar, do të jem gjithmonë vetëm. Cilat janë disa bindje të fshehura që duhet zhdukur? Nuk jam mjaftueshëm e mirë. Ai kur nuk do të më doj. Nuk jam mjaftueshëm e fortë, nuk jam mjaftueshëm e zgjuar. Nuk kam arsim të mjaftueshëm, ose jam shumë i zgjuar, ose jam i mbi kualifikuar. Është i përfshirë një palë tretë. Duhet të punosh shumë për para. Nuk do të kem kur parat që dëshirojmë. Të gjithë këto janë bindje kufizuese. Mund të kesh edhe të tjera, por të gjithë këto janë bindje kufizuese, që mund të jetojnë, të rritën dhe të acarojnë në mendjen tënde të nëndishme dhe të bëjnë të luftosh me manifestimin tënd. Pra të dashur, më pëlqen fjala ngritje. Nëse do të më bënit një nder, në komente, kur të bëni komentet tuaja, me shkronja kapitale, shkruani fjalën ngritje. Është një fjalë e fuqishme. Ja se si e përdor unë. Fillova të përdor këtë, kur ndjeva si kur po kalonim në një ndrim pune dhe fillova të përdor këtë teknik atëherë.
Dhe është një teknik e fuqishme. Pra, kur ke një mendim negativ, ai nuk do të më telefonoj kur, nuk do të kem kur para mjaftueshëm. Ndryshim thjesht fjalën ndryshim. Do të kem më shumë para se sa më duhen. Parat fitohen shumë lehtë. Sigurisht, ai do të më telefonoj. Jam magnetike, jam tërheqëse. Unë jam ajo që duhet. Ai kur nuk do të gjej dikë më të mirë. E shikoni çfarë bëra. E ndryshova shpejt vetdijen time. Dhe kur ju e ndryshoni vetdijen tuaj, ju ngrini vibrimin tuaj. Pra ju fluturoni lart. Le të kalojmë në për disa pika kyçe të ligjit të tërheqjes në mënyrë që ai të funksionojë për ju. Dhe të funksionojë për ju tani, por po funksionon për ju lehtësisht. Nuk ka pse të jetë ndonjë gjë e vështirë, e gjatë, e zgjatur dhe e mundimshme. Dakor? Mund ta bësh këtë lehtësisht dhe mund të fillosh ta manifestosh që tani. Hapi i parë është qartësi. Di saktësisht çfarë dëshiron. Hapi i dytë ngarkesa emocionale. Ndjeni dëshirën tani në trupin tuaj, pikërisht në këtë moment. Hapi i tretë, veprimi harmonizuar. Ndërne merrni veprime të frymëzuara. Tani, kur të merrni vibrime nga dridhje, thjesht mendoni si, o Zot, duhet të bëj diçka, sapo kisha një ide. Bëje, as mos e mendo, thjesht bëje. Ndërmerr veprime frymëzuese që janë në përputhje me dëshirat të ëndra tua. Hapi i katërt, lësho gjithçka. Do të them thjesht lësho dorë. Kjo është e gjitha që duhet të bësh. Lësho dorë dhe lër energjinë të rrjedh. Shiko, lësho mënyrën se si. Nuk ke nevojë të di se si do ta bëj universi. Ti, në mendjen tënde, mund të kesh 2 ose 3 mënyra se si mund të ndodhë. Por universi ka një numër të pakufizuar mënyrash për ta bërë dëshirën tënde realitet. Dhe hapi i pestë, pranimi. Pra duhet të jesh gati të pranosh kur energjia të vijë në jetën tënde. Tani është koha jote. Mos thuaj se kjo do të ndodhë një ditë. Tani është koha jote. Shiko, nëse nuk është koha juaj tani, kur është? Nesër? Të nesërmen, javën tjetër, pra je gati për të pritur. Dua të përmbledh disa gjëra që mendoj se janë shumë të rëndësishme për ju. Disa teknika që janë kaq të thjeshta dhe kaq të lehta për të bërë. Një ditar mirënjohje për 2 minuta në ditë, meditim për 5 minuta në ditë, mbi dëshirën e përmbushur, shkrim skenari, shkrim sikur të ketë ndodhur tashmë. Shkruaj sikur e ke përjetuar tashmë atë që dëshiron. Këto janë disa mënyra të lehta. Shiko, thaj se do të ishte e lehtë që të fillosh të tërheqësh atë që dëshiron pikërisht në këtë moment. Mendoj se është e rëndësishme ta mbash energjinë tënde të pastër. Dua të them të pastër si një makinë e pastër. Mbaj energjinë tënde të pastër duke shmangur mendimet negative, idetë negative, librat negativ, njerëzit negativ, çdo gjë negative. Dakor? Mbaj vetëm pranë energjisë pozitive dhe optimiste. Dhe së fundmi, përdor pohime që janë të mbushura me emocione. Unë jam e denjë, unë jam e bollshme, unë jam e pasur, jam e suksesshme, jam e mbushur me dashuri. E di, por i emocionoj ato. Në rregull, mund t'i thuash, mund t'i pohosh robotikisht, nëse do. Por duhet t'i emocionosh. Neville thot se sekreti është ndjenja. Dhe më në fund, para se të flesh, vizualizo për 2 deri në 5 minuta sikur është. Mos e bëj si një dëshirë, por bëje si një diçka që tashmë është. Me fjalë të tjera, vizualizo sikur po e përjeton tashmë dhe bëje këtë ndërsa bie në gjumë çdo natë për vetëm 2 minuta. Thjesht bini në gjumë duke e vizualizuar veten në shtëpinë tuaj të re, duke ngarë makinën tuaj të re, në marrëdhënien tuaj, në punën tuaj të re. Vizualizoje. Shikojeni qartë dhe ndjeni në mendjen tuaj ndërsa bini në gjumë. Të gjithë këto teknika dhe gjithçka për të cilën kemi folur është projektuar për të bërë një gjë që ju vën në përputhje me atë që dëshironi. Tani mos lejoni askënd t'ju thotë se nuk mund ta keni atë që dëshironi.
Dhe kohët e fundit kam parë shumë gjëra të tilla në videot në YouTube nga ekspert të ligjit të tërheqjes, që të thonë se nuk mund ta kesh kët, nuk duhet të dëshirosh kët, ka përceje kët, ndalo, lëre më njanë kët. Ti lëshon të shkoj për të lënë të rjetë, por nuk ke pse të heqësh dorë nga ëndrat dhe dëshirat tua. Pra nëse ke një mësues, një mik, një person të besuar që të thotë se nuk mund ta bësh kët, është koha të largohesh sepse besoj se mundesh. Duhet të kujtoj të pretendosh se je i lirë. 30 minuta mentorim mrekullish dhe trajnim për sukses. Na vizitoni tani në web faqen iempower.al. Kaloni një ditë të mrekullueshme. Ju absolutisht e meritoni.